Në këtë video do të flasim për temperaturën tek bebet, një shqetësim i zakonshëm për prindërit e rinj. Është normale që bebet të përjetojnë thtoje të lehta dhe temperatura të ulta her pas here. Megjithatë, ka raste specifike kur duhet të veproni menjëherë dhe të shkoni te mjeku. Një shenjë kritike është temperatura mbi 38 gradë Celsius, veçanërisht për bebet nën 3 muajsh. Kjo kërkon vëmendje të menjëhershme mjekësore për mirëqenien e foshnjës tuaj. Gjithashtu, kushtojini vëmendje vështirësive në frymëmarrje, si fishpëllima ose kur gjoksi ngrihet e ulet me vështirësi. Këto mund të jenë tregues të problemeve serioze dhe kërkojnë vlerësim profesional. Plogështia e pazakontë ose mungesa e reagimit nga bebi juaj është një tjetër shenjë paralajmëruese. Nëse bebi duket shumë i përgjumur ose nuk reagon si zakonisht, kërkoni ndihmë mjekësore. Të vjellat e shpeshta ose shenjat e dehidratimit, si mungesa e lodhëve ose më pak pelena të lagura, janë gjithashtu shqetësuese. Këto simptoma mund të çojnë në komplikacione nëse nuk trajtohen shpejt. Së fundi, skuqja e lëkurës që nuk zbehet kur shtypet, mund të jetë shenjë e një gjendjeje serioze. Kjo kërkon një vlerësim urgjent nga një profesionist shëndetësor. Mos u friksoni, shumica e rasteve me temperaturë tek bebet janë të menaxhueshme me kujdesin e duhur. Por reagimi i shpejtë dhe konsultimi me mjekun mund të jetë jetik për shëndetin e fëmijës tuaj. Është gjithmonë më mirë të pyesni mjekun nëse nuk jeni të sigurt për gjendjen e bebes tuaj.